është interesant që dy persona mujnë me përjetu të njëjtën ngjarje dhe me kujtu ndryshe, dhe dy të kanë drejt. Dhe po tregoj pse. Është puna që për më formu një kujtim ndikojnë shumë faktorë, ndikojnë mendimet, situata aktuale, ndikojnë edhe emocionet e shumë faktorë tjerë. Po emocionet për shembull mundën edhe me u ndryshu, me kalimin e kohës ndryshon edhe përjetimi jon ndaj situatave. Dhe normalisht që ko me ndryshu do të thotë edhe një kuptim që ti e ki për një situatë që ka ndodhur të kaluarën. Për shembull, ndoshta një arsimtar të shkollës mesme ose të shkollës fillore ti dikur e ke gjyku ose gjatë kohës sa e kon bankat shkollore ke gjyku si një person çartues, ndëshkues, ndërsa sot mas shumë viteve ti mundesh me gjyku krejt ndryshe, si një person që ka bërë gjithçka për të mirën tonë. Ose po marrim si shembull, po në anën tjetër ekzistojnë edhe mundësia që edhe krejt kujtesa si kujtesë, për kujtimi si kujtim mundet me u ndryshu. Dhe kjo quhet false memory ose kujtesë e rreme. Po marr si shembull nëse ti po ja përmend shokit ton më të ngushtë dhe po i thu që valla në banketin ton si sot më kujtohet kur e mur daja në banketin ton të martesës kur e mur daja dhe filloi me majt fjalimin dhe pastaj shoku yt po ta nxjerr videon dhe po tregon që nuk ka qenë daja, po ka qenë dikush tjetër. Dhe kjo është një reaksion psikologjik normal që tregon që janë shumë faktorë që ndërlidhen të kujtesa dhe krejt normale. Po në anën tjetër, nëse një person për shembull po tregon një kujtimi si nuk ka ekzistuar fare. Fal, apo do me thonë që ka dhe kujtime të rrajshme? Po, dhe këto janë të pranuara me shkencë. Ekziston ajo që si e thash është false memory ose kujtesa e rreme, që është shumë normale. Dhe arsyeja unë menoj që më ka ndodhur diçka, e kom bind veten që më ka ndodhur diçka, por realisht s'ka ndodhur. Po, mundet me ndodh një gjë e tillë. Dhe tash këto janë dy situata. Është situata kur ne jemi duke fol për kujtesë rreme si një reaksion ose si një gjendje psikologjike normale. Po në anën tjetër kujtesa e rreme mund të qenë në kuadër të çrregullimeve serioze neurologjike. Dhe tash unë jam duke fol për një gjendje e cila ka një konfabulacion. Konfabulacioni haset për shembull te demencat, te smundja e Alzheimerit dhe disa smundje tjera neurologjike, ku personat janë të bindur për një memorie dhe ata vazhdojnë e tregojnë një ngjarje e cila nuk ka ndodhur fare në jetën e tyre. Dhe nëse ti argumenton për dallim prej false memory që tregova parë, nëse ti argumenton me video, i thuhet që se nuk ka ndodhur kjo, këta prap vazhdojnë me e besu ato. Është një fash shtramnimi i realitetit? Është pikërisht po, është një lloj, nuk kisha mujt është shtramim po i realitetit, për shkak që këtu ka dëmtohet për shkak të Alzheimerit, dëmtohet edhe hipokampusi, që e pjesa kryesore për konsolidim të memorjeve. Po në të njëjtën kohë mund më dëmtu edhe pjesë tjera, për shembull që është lobi frontal, që ka të bëjë me perceptim të realitetit, edhe shumë struktura tjera tronore, dhe mi formu. Po në anën tjetër ne nuk duim ka një herë shoh që më bojnë pyetje dhe ngatrojnë për shembull konfabulimin me pseudologjia fantastika. Kjo është një gjendje ku personat gënjejnë, domethënë, është gënjeshtër patologjike. Për shembull një doktor thotë valla unë kom punu në Gjermani, mas ne prej Gjermanisë më shku në NASA, më ka marrë NASA më shku mja koru ekipin NASA, mas ne më shku në hën, dhe tash ne nuk jemi duke fol as për konfabulacion, as nuk jemi duke fol për kujtesë të rreme, po më shumë gjas jemi duke fol për një pseudologjia fantastika. Kjo është diçka krejt tjetër. Pra këtu nuk është problemi me memorjes. Është patologjike. Është gënjeshtër patologjike, po. Kjo zakonisht haset në smundjet psikiatrike, mirë po mundet me qenë edhe të dëmtimet, të disa dëmtime neurologjike.